Tani me që kemi kalu vendimin e qeverinë e Kosovës për themelimin e forcave të armatosura të Kosovës, tani me që gjykata kushtetuese ka kthyer përgjigjen e vet në kryesinë e Kuvendit të Republikës së Kosovës, tani me kur edhe votuam ndryshimin dhe plotësimin e gjitha ligjeve që kanë të bëjnë me formimin e forcave të armatosura të Kosovës, vlerësoj se është e nevojshme dhe domosdoshme që kryesia e Kuvendit pa dallim politik të vënë rend të ditës votimin e Kuvendit e Kosovës për formimin e forcave të armatosura të Kosovës. Me këtë projekt ligj plotësohen dhe ndryshohen 38 ligje, duke filluar nga 3 ligjet kryesore të Ministrisë për Forcën e Sigurisë së Kosovës, ligjin për Forcën e Sigurisë së Kosovës, ligjin për shërbim në Forcën e Sigurisë së Kosovës dhe një paketë të tërë të plotë të ndryshimeve të kërkuara nga rishikimi strategjik i sektorit sigurisë. Plotësimet e ndryshimit kanë afektuar vetëm ndryshimin e emrit, misionit, detyrave të reja dhe strukturës së re të Forcës së Sigurisë së Kosovës, përkatësisht të forcave të armatosura të Kosovës.